kam bërë Lilit gjithmonë, po kështu po ja bëj dhe botërisht. Nuk egzagjeroj asgjë. Lili është jeta ime. Pa Lilin jeta ime s'do kishte asnjë kuptim. Unë i kushtoj gjithçka asaj, edhe letërsinë që kam bërë, ja kushtoj Lilit. Që të gjitha librat që kam shkruar, pa Lilin, unë nuk do kisha shkruar libra. Lukëroj Qenit jam unë, është personazhi që është mëkatari i madh ai. Po. Unë i kam dhuruar Lilit librin e mëkateve të mia. Ndihemi të privilegjuar të shpërndajmë çdo fije të manitshme të kësaj historie letrare, duke i dhënë jetë personazheve dhe ngjarjeve përmes arteve animuese. Ju ftojmë të përfshiheni në një udhtim shpirtëror në filmin tonë të animuar, bazuar në librin e jashtëzakonshëm të Fatos Kongolit, Lëkura e Qenit, një rrëfim i thellë dhe i frymëzuar, që ka përcjellë kufijtë e realitetit dhe hap dritare në një botë të re, të mbushur me mister, emocion dhe shpirt krijues. Të dashur miq, përgatituni për të zhytur veten në magjinë e lëkurës së Qenit. Praninë e Hadit e vura re kur u mori gruaja ime Marga. Ai nuk ishte një perëndi mitologjike, ishte një njeri rëndon nga raca jonë e krijesave kalimtare. Edhe pse nuk isha dëshirë ta shikoja, më dilte shpesh para. Unë jam Krista Rapi, 55 vjeç. Njerëzit më thërrasin edhe Zoti Rapi me mirësjellje. Ngjarjeve si dihet kurrë, një gjë e mirë mund të kthehet në të keqe, një e keqe mund të kthehet në të mirë. Kështu ishte aventura ime e fundit. Unë ndodhem në një labirint ngjarjesh ku nuk e di se ç'më pret. Marrëdhënia me gruan time, Margën, nuk shkon ashtu siç duhet. Marga më ka thënë se nuk ndjen me asgjë dhe nuk ka më dëshirën ndaj meje. Ajo nuk bëhej xheloze. Unë isha i lirë të shikoja ëndra erotike. Mund t'ju dukem si lajfitur, por shikoja ëndra me shoqen e vajzës sime. Ajo ishte studente dhe quhej Lori. Imazhi i saj në ëndrat e mia vinte në mënyra shumë të ndryshme. Ndo nëse ishte sy blu, bionde, lëkurën e bardhë, unë e shikoja me flokën gjërvishnje, rroba vishnje, duke më tërbëlluar dhe me aromë vishnje. Po atë natë, pak dhirë, dëgjoj Margën tek Sashan. Shëndroj pa lëvizur. Më vonë zgjata dorën dhe e preka. Jam sëmur, po vdes. Kam dyshuar që para një viti, por tani nuk duroj dot më. Më duhet të shkoj në spital. Ajo ishte një grua e mrekullueshme dhe e kam dashur tërë jetën. Njerëzit thonin se kishte vajtur dëm si gjalpi në lëkurën e Qenit. Pra, unë isha lëkura e Qenit. Dritarja e dhomës son binte nga ana e sheshit, ku në një cep ndodhe një pjetore, ku për çudi atë ditë ishte bosh. Por sheshi i parkut ishte me një turm burrash, ku bashkë me ta zbulova Hadin. Hadi qëndronte si për shkallëve të mermerit dhe kokën e tij e lëvizte ngadalë. I tronditër u largova nga dritarja dhe nuk i tregova gjë Margës, sepse doja t'i hiqja nga koka idenë e vdekjes. Kur spritëm poshtë, Hadi nuk po rrinte më në këmbë, por ishte ulur. Ai kishte kthyer shpinën dhe nuk ja pash dot fytyrën nga afër. Sheshi ku rrinte Hadi ishte një lloj stacioni. Atje priteshin biletat pa kthim për në mbretërinë e Hadit. Pasi bëra disa hapa, nuk i rezistova tundimit për ta kthyer kokën pas. Pa e ditur se ky ishte kurthi. Në vesh më erdhën fjalët. Kot e ke Zotit Rapi, kot. Për shërimin e Margës, mendja më shkoi tek një mik i imi, doktorin në të. Kur u larguam nga shtëpia, Marga nuk donte ta zgjonte Irmën sepse sot ishte pushim. Marga mori një çadër për të mbrojtur nga dielli, ndërsa unë mora një kasketë me stemën e New Yorkut. Kasketën ma kishte sjell djali im nga Amerika. Ai quhej Tomi. Ndodhej prej 5 vitesh atje dhe është emigrant ekonomik, si fitues i lotarisë amerikane. Kur profesor doktor në të vizitoj Margën, më tha se vendi i saj është në Parajs. Marga mund ta shtynte e shumta 4 muaj. Mezi e mbajta vetë. Nuk e kisha të lehtë si t'i shpjegoja edhe situatën Irmës. Ndonë se nuk donim t'i tregonim gjë fëmijëve për momentin. Kur ikëm në shtëpi, Irma nuk ndodhej aty.
kishte ikur tek shtëpia e Lorit. Sjellja e saj kohët e fundit nuk i kishte pëlqyer as Margës. Marga sigurisht që nuk i gëlltiste gënjeshtrat e saj, ndërsa unë po. Kjo për arsye se te Irma shikoja riprodhimin e vetes në trajtën femrore. Mendja e hallakatur e imja mendonte shumë ngjarje. Herë nga epoka e kinematografisë e herë gjendesha pas në kohë në mendime. E ndjeja veten sikur po kaloja periudhën e reflektimit dhe mendoja për fëmijërinë para 50 viteve. Unë jetoj me nënën dhe babain, ku së bashku jemi shumë të lumtur. Nuk ka shumë kohë ku në jetë ka ardhur dhe motra ime e vogël Brunilda. Të jemi sinqert, isha mësuar të kisha gjithë vëmendjen për vete, dhe tani detyrimisht bëhem pak xhelos. Ne kemi shumë miq dhe dashamirës. Ai që më pëlqen që të kaloj më shumë kohë me të është profesori. Ai jeton një kat poshtë nesh. Ai erdhi një ditë për vizitë në shtëpinë tonë dhe kështu filluam të njiheshim më shumë dhe ai duket një njeri shumë i mirë. Kur një ditë hyra në shtëpinë e profesorit, në dollapin e tij shoh një fustan të bardhë, të gjatë dhe një kostum ku në xhep gjende një medaljon. Unë e hap medaljonin dhe në të ndodhe një foto. Një grua shumë e bukur. Kur vihem në rresht para shkollës, pash gruan e medaljonit. Ajo quhej Liza. Më dukej sikur më njihte dhe e dinte se unë kisha parë medaljonin. Prandaj rrija i strukur. Një ditë mësimi nisi me vonesë. Liza dukej e zbehtë. Ju lutem nxënës, rrini qetësi. Tani do të fillojmë mësimin. Pas përfundimit të mësimit, më dha një letër për profesorin. Dëgjoj Kristi, dua që këtë letër t'ja japësh profesorit, sapo të jepet mundësia. Profesorit ja dhash letrën që ditën e dieshme, ndërsa sot ai po më priste tek shkallët e pallatit ton. Kristi, dua të kërkoj një nder. Të lutem, këtë letrën dua që t'ja përcjellësh Lizës. Mos harro, ky është sekreti jon dhe nuk duhet ta di askush. Ditët pasuan, profesori dhe Liza nuk shkëmbenin më letra me njëri tjetrin. Pas pak javësh, në oborrin e shtëpisë mbledhen civil dhe polic për të marrë profesorin. Ato e futën në makinë dhe u larguan. Të nesërmen, as Liza nuk erdhi në mësim. Çdo gjë humbi dhe nuk morë më vesh. Në natën e ndërrimit të viteve, shpirti i saj fluturoi drejt qiellit. Atë moment isha në dhomë me Irmen. Marga s'po na përgjigjej. As mua dhe as Irmës. Me gjysmëzëri i thash që të thërriste mjeku në rojës. Mbërriti në dhomë dhe u mor me Margën një cop herë. Por e kot, ajo kishte ndëruar jetë. Çdo gjë më dukej bosh. Po rria i vetëm në një qoshe. Po mendoja për djalin ton, i cili do të vinte me datën 2 janar. Por Marga e paparashikueshme u largua. Ndërsa po rria aty i vetëm, dëgjova ca hapa. Dhe ç'të shija? Ishte Lori me një burr të gjatë, i veshur me rroba të cilat janë shenjë treguese e biznesmeneve. Një burr i gjatë bjond, i këndshëm. Kuptova që djalin e quanin Sergej, i cili na përcolli deri në shtëpi me mjetin e tij. Dhe çfarë mjeti? Mjetin me BMW-n më të fundit. Më kishte kapur një ankth, ose më saktë një frikë. Frika që Tomi do më vinte dhe do më kacafite duke më ofenduar dhe duke më akuzuar për vdekjen e mamas së tij. Si një baba i poshtër, aventurier, ku tradhëtinë e parë që i kam bërë Margës, Tomi ka qenë po aty me mua prezent. Erdhi Tomi, me gjeti me ndjesinë e lëkurës së qenit.
Ankthi dhe frika sa vinte dhe më shtohej, por nuk ndodhi kështu. Ai erdhi, u ul në qoshe dhe më përqafoi aq shumë sa i kapi një dëmnesë e madhe. Kohë më parë, jetonim në një lagje të Myslimshyrit, ku mbi zotëron të shurma, rrëmuja, radhët që mbanin poshtë të dyqani i qumshtit. Po ashtu një ditë prej ditësh edhe unë u përfshiva në betejën e pikëve të 2 litrave qumësht, ku dhe aty tradhtia ime e parë ndaj Margës ndodhi pikërisht në atë periudhë, ku Marga ishte 7 zënë me imrën dhe Tomi ishte vetëm 6 vjeç. Zakonisht rria në një qoshe ku nuk më rri tejra. I njihja që të gjithë, por shfaqja e Dolorës nuk mund të mos më binte në sy. Kjo ndoshta e kujtoj gjithmonë me një pallto të kafe, e cila mbështillte qafën dhe fytyrën e saj. Siç më kapi një ndjenjë xhelozie, kur shihja ca tipa që po e ngacmonin. Dhe ky ishte fillimi i tradhtisë sime ndaj Margët, sepse vetja më duke qesharak, sepse nuk i njihja fare aty grua, po mendonte diçka anormale, më duken sikur kjo grua ishte e njohur për mua, sikur lidhte një fije e padukshme. Një ndjenjë fajtori më pushtonte kur kthehesha në shtëpi dhe shtrihesha në shtrat afër Margës, por mendja ime më rrinte vetëm tek ajo gruaja e panjohur. Një të diel shkuam në kinema. Aty pash gruan e cila më dilte çdo natë para syve të mi. Tomi, i mbir, ishte ai i cili na shikoi çdo lëvizje tonën. Teksa u pam sërish në orët e para të mëngjesit, ajo u afroa drejt meje dhe më tha që duhet të takoheshim. Më dha adresën dhe unë patjetër që pranova. Qëndronim përballë njëri tjetrit, derisa të dy përfunduam së bashku në një shtrat. Kaluam kështu një javë së bashku, ku gjendja ime acarohej, sidomos afër mbrëmjes, kur më duhet të dilja nga shtëpia, e çdo herë të sajoja një gënjeshtër të re për Margën. Gjithmonë jam përpjekur të gjej përse atë natë nuk fola dhe t'i tregoja për ndërlikimin tim me prindërit e saj, në epokën e fëmijërisë. Por e lash për herën tjetër, kur ajo të kthej nga qyteti që kishte ikur. E prita kot, por ajo nuk u kthye më kurrë. Tomi u largua pasi bënte nëntat e Margës. Më la në dorë $1.500 që unë dhe Irma të bënim një jetë modeste, megjithse Irma ishte dorëlëshuar. Në përkujtimin e Margës, sytë më zun doktorin në të që qëndronte me një grup personash. Po që lidhvall mendova doktorin me ta? Kush jeni? Që kërkoni këtu? Heshtën, nuk besoja t'ishte ai. Po kush je, pyeta? U preva, para meje kisha ca hije, zotërin, mos më përndisni më. Ata janë krijesa të tuat, më thanë në të. Nuk janë hije. Në të gjithashtu më tregoi se ishte larguar nga Shqipëria për në Francë 2 ditë para vdekjes së Margës, pra nuk ishte atë ditë i pranishëm. Baba, nuk je mirë, ke nevojë të pushosh. Ishte një maks, më dukej sikur më përndiste dikush derisa razila e telefonit. Doktori! Alo, biseduam ca derisa zërit ju përpi. E ndërkaq mbylla telefonin. Ëndra Irmës ishte të fitonte llotarinë amerikane. Derisa një ditë trokiti në derë një italian me zarfin magjik, i cili më kërkoi dorën e saj. Fillova dyshimet, ajo shpenzonte shumë dhe në fundjavë mungonte në shtëpi. Ajo nuk e kuptonte realitetin. Një ditë më kërkoi para, por nuk ja dhash. Mirupafshim, tha, dhe doli për të shkuar te shoqja e saj Lori. Fillova me llogarit, e zëm se me 64.000 lekë të reja e shtym 3 muaj, po pastaj, të dalë si lypës në rrugë? Jo. Të shes banane? Jo, është problem. Të nesërmen u takova me Lorin pranë vilës së Hadit. Lori më tha se Irma ka vendosur të martohet me italianin Adriano. Heshta, më kapi gjendje depresive, rash në humner absurd. Pas 3 ditësh, Irma e solli në shtëpi italianin. Po ju italianët nuk i doni shqiptarët, që pun keni me ti me bi? Shiko se po guxuata ke srajtoni atë, hapeni gropën e varrit me dorën tuaj. Me këtë rast shtruam një drek, Adriano dhe Irma vallëzonin.
Papritur pash Lorin, doja ta ftoja në vallëzim, por s'mundesha. Lëkur qeni, shava veten. Të nesërmen Irma u nis për në Itali, mendoja se ajo po tallej. Ajo udhtonte në qiell dhe unë në tokë me shoqen e saj të ngushtë Lorin, me të cilën bëja shpesh dashuri në ëndër. Atë mbrëmje erdhi Lori e më kërkoi të flinte tek unë. Sigurisht, si në shtëpinë tënde, i thash. Isha shumë nervoz. Në qafë mbante një medalion që më ngeli në mendje. Unë dua të bëhen prifti yt, i thash. E shtëpia ime një tempull për ty. Pim së bashku disa gota konjak. U skuq, u ndjeva fajtor, fytyra e saj u mbështet mbi mua. Më kujtoi kështu Dolorën, Lizën. Ato ishin një, ishin fytyra e bukur e botës që qante, por ndryshe nga ato, Lori nuk qante. Pasi u qetësuam, më tregoi se në medalion ishin prindrit e saj që kishin vdekur. Medalioni i përkiste nënës sime. Ajo vete kishte trashëguar për nënës së saj. Asnjëra nuk janë më. Nëna më ka treguar për medalionin kur ishim banor të vilës së Shtrikave. Para shumë vitesh, Lori përballë kujtimeve të fëmijërisë. Vila e Shtrikave ishte një kryhinë e vjetër 3-katëshe. Banorët ishin sa gjallësa të racës njerëzore që po t'i shikonin nga jashtë të ngjallin frikën e vdekjes. Nga këtu shpjegohet Vila e Shtrikave. Mbaj mend që nëna ime ulej dhe shkruante letra me babain. Unë nuk e mbaj mend i madh, vetëm nga fotografitë e kam parë. Nëna rrallë merrte përgjigje prej tij. Sa herë merrte përgjigje, qante. Vetën e parë nëna ja shkruajti kur arritëm te Vila e Shtrikave. Kur arritëm aty, na priti një burr trup madh që më vonë nga Sergej mora vesh që quhej Cerber. Do t'ju ndihmojnë të ngjisni plaçkat lart, tha Cerberi duke i zgjatur qelësin nënës. Në katin e tretë, formalitetet i bëjmë nesër. Kur Cerberi u largua, duke i kujtuar nënës shprehjen formalitetit i bëjmë nesër, ajo po më mbante për dore dhe unë ndjeva dritjen e dorës së saj. Pastaj në dhomë, midis rrëmujës së plaçkave, mua më erdhi për të qarë. Nuk e di pse. Nga dritja e dorës së nënës kur Cerberi kishte thënë shprehjen lidhur me formalitetet, nga era rënd që vinte në atë dhomë me mure të pistë, nga boborreca që vërtiteshin në dysheme pa u shqetësuar prej nesh, apo nga ndriçimi i vdekur një llampë elektrike në tavan. Diçka turbullt më bënte të mendoja se gjithçka po ndodhte me mua dhe nënën lidhej me Timat. Ai ishte në burg dhe në burg mbylleshin njerëzit e këqij. Por Timat nuk ishte njeri i keq. Kur syt zuntë më mjegulloheshin, nëna ishte ulur pranë tryezës në mes të dhomës dhe po shkruante në ndriçimin e vdekur të llampës. Mendova se po i shkruante babait. Shkaktar për vuajtjen e nënës sime janë meshkujt. Të gjithë meshkujt futen në kategorinë e Cerberëve. Përjashtim bëjnë vetëm Sokrati i Rrjedhur dhe Sergej. Sokrati i Rrjedhur ishte i vetmi që vinte te dhoma jon dhe na vizitonte. Me Sergejn u takova kur ai ishte në klasën e 4 dhe unë në klasën e parë. Ne shkonim dhe shikonim breshkat çushakët tek bënin dashuri. Unë quhem Sergej, ndodhem këtu prej nënës. Nëna ime është ruse. Pasi na sollën këtu nënën time me burgosën. Emri im më prish punë sepse djemt më largohen duke më quajtur djali i spione sovjetike. Nëse, ke parë ndonjëherë breshka që bëjnë dashuri? Sokrati i Rrjedhur, që një burr plak, i thatë, pak i korrusur, banori më i lashtë i vilës, i vetmi që vazhdonte të ndodhej atje qysh prej themelimit të saj. Sokrati punonte në një fermë afër Krenetës. Sokrati i Rrjedhur, në një mbrëmje të nxehtë, po fliste me nënën time me një zë të ulët, ku ai i thoshte: Babai yt nuk ka vdekur. Babai yt është vrarë me urdhër të Hadit. Unë kam qenë dëshmitar i krimit. Isha shtruar në spitalin e burgut në njëjtën kohë me ta. Kurohej nga veshkat, por gjendja e tij nuk ishte në pikën e fundit. Atë e vran me injeksion. Ai u përpëlit në agoninë e vuajtjes derisa dha shpirtin. Hadi nuk mund të flinte i qetë pa e parë të vdekur. Ai vagabond kështu ishte duke i gjithë. Përmendja e emrit të Hadit më bëri përshtypje. Desha të pyesja ose nënën ose Sokratin e Rrjedhur se kush ishte Hadi, por edhe nga kjo hoqator, në një farë mënyre i dhash përgjigje vetë.
Duhet të ishte një qenie pak a shumë e ngjashme me Cerberin. Sa herë qëllonte të kryqëzohesha me të në qendrën plotëlluese bajka të fermës, kur shkoja ose dilja nga shkolla, më kujtoi dridhja dorës së nënës, mbrëmjen e mbërritjes sonë në vilën e shtrikave, dhe më përshkonin të rënqethura. Unë ende nuk e dija se ashtu siç nuk e zinte gjumi Hadin pa parë të vdekur gjyshin, ashtu nuk e zinte gjumi edhe Cerberin, pa quar drejt vdekjes nënën. Shpesh më duket sikur Cerberi dhe Hadi janë pamje të ndryshme në kohë dhe vende të ndryshme të njëjtit person. Nëna punonte në stallat e lopëve, larg kënetës. Shkolla ku zura të shkoja unë ndodhej afër strofullës së Cerberit. Me kohë zuri të flitej se nënën time e shisnin të hynte dhe të dilte atje. Kjo përkoi edhe me ndryshimin e vendit të saj të punës nga stallat e lopëve si pastruese në zyrat e fermës. Fjalët e banorëve të vilës së shtrikave për nënën arritën kulmin kur një ditë ajo më solli një radiotransistor të markës Iliria. Kur unë e pyeta ku e kishte bler, ajo më përgjigj tërthorazi. Nuk e kam bler, e solla për ty. Përgjigja më mjaftoi. S'kishte rëndësi e kishte bler apo jo, tashmë isha bërë me radiotransistor. Mua më pëlqente shumë që të shikoja emisionin Teatrin e Mikrofon. Kjo, derisa pas disa ditësh dëgjova që radiotransistori i markës Iliria, banorët e kishin parë te zyra e Cerberit. Fillova të imagjinoja nënën time të nënshtruar prej Cerberit. Ashtu siç e urrenin banorët e vilës së Shtrikës nënën time, ashtu fillova të urreja edhe unë. Me t'u kthyer në shtëpi, gjeta radiotransistorin e zura vend dritare, me kokë të zbrasur, shpirtin të tharë, e pa zonja të qaja. Në vijën e horizontit u shfaq një pikë e zezë, dhe unë mendova se ishte një brumbull, duke u afruar pika u zmadhua, zuri të merrte trajta, dhe së fundi shqova nënën. Kur ajo mbërriti poshtë vilës, unë e flaka radiotransistorin nga dritarja. Ai vajte i ra me zhurmë pranë këmbëve. Nëna ngriti kokën dhe unë pash fytyrën e saj të tmerruar. Kjo më ka mbetur prej nënës, fytyra e tmerruar. Sytë e ta nuk kryqëzuan, por unë nuk u shmanga ajo, u përkul, mori në tokë transistorin e thyer. Unë vazhdova të rija pranë dritares edhe kur dëgjova rrotullimin e qelçit në brav. Nëna u fut në dhomë pa fjalë. Ndryshe nga çprisja, ajo nuk më drejtoi asnjë qortim. Ajo thjesht më tha: Çfarë dëshiron për të ngrënë? Do të gatuaj ndonjë trishk me bëlqerën tënde të preferuar? Pia një të përkosur i politik dhe vajza një kurve e ka vendin të vila shtrikave dhe nuk mund të shkosh për të arave buzë kënetës. Atëherë në shkollë, mua më quanin vajza e kurvës. Ky ngacmim më gëdryente çdo ditë. Kjo që arsyeja që më në fund gjatë një ore mësimi në klasë u drodha nga një përfytyrim i frikshëm. Të nëna pashtarmen time. Pra, do të vinte një ditë e unë do të martohesha me një burr si i madh. Ky do të binte në burg dhe mua, kudo që të ndodhesha, më priste vila shtrikave. Ajo ishte e përjetshme, siç ishte i përjetshëm një Cerber. Pa i kërkuar leje mësuesit, unë ngrita. Doja të shkoja te nëna, t'i puthja duart, t'i kërkoja falje, t'i thosha se ishte qenia ime më e dashur. Nuk e urreja më. Kur mbërrita në shtëpi, fjalët më ngecën në kryp. Bashkë me nënën ndodhej Sokrati i rrjedhur. Nëna ishte zbehur. Sokrati i rrjedhur më pa dhe më tha: Nënë, çfarë ke? Mos e lodh nënën. Ka ndodhur diçka shumë e keqe. Babai yt ka vdekur. Ai u vra në një dënuar tjetër në një përpjekje për të arratisur nga burgu. Qysh nga ajo ditë kur mora vesh vdekjen e babait, nëna u mbyll në vetvete dhe unë kalova një periudhë të tmeshme, më të tmeshme në jetës time. Ajo paraqit në punë që të nesërmen, este përpara dhe nuk fliste me askën. Gjëja fundit që mbaj mend nga ajo ishte ajo mbrëmja kur nëna piu, por jo aq sa të dehej. Të nesërmen më tha se nuk diej mirë. Rrugën për në shkollë do e bëja vetëm. Ishte e zbetë. Çdo mëngjes ngrihej e zbetë. Prandaj nuk kisha arsye të më rakosesha nga zbetësia e zakonshme e fytyrës së saj. Rastisi që më të zbritur poshtë, takova Sergejin. Ai më propozoi të mos shkonim fare në shkollë. Plani i tij ishte t'u ambathnim nga këneta si gjithmonë për të gjetur fole me vezë rosash të egra. Propozimin e Sergejit e pranova, tek e fundit për mua shkolla s'kishte më kuptim, dilja mirë apo keq në mësime. Nëna i dha fund jetës kur mbridhja me Sergejin, në ngërkim të foleve me vezë rosash të egra. Nëna kishte pirë bar minsh. Atëherë nuk e dija që ishte bari i minjve.
dhe më dridhet mishi kur mendoj sa shumë do të ketë vuajtur. Më ngushëllon vetëm një gjë. Unë e di ku ndodhet varri i saj. Një ditë të shkoj atje. Tani prej saj kanë mbetur kockat, por së paku e di ku t'i gjej. Do t'i heq, do t'i varros qetiu në një vend ku të shkoj për t'i quar një boqet me lule, të mos e lë përjetësisht te vila e shtrikave. Të nesërmen, unë ndjeva si guack e zbrazur, s'kisha vënë gjumë në sy gjithë natën, përveç një qasi ndaj të gdhirë. Duket Lori kishte zgjedhur atë qast për të larguar dhe kishte lënë mbi tryezë pusullën një shpirt. Këto fjalë ishin e vetmja shenjë që më lidhin me botën, dhe kur lidhur me botën, do të lidhesha me Lorin. Fia më e fortë do të ishte televizioni Sirius. Me këtë gjë, më kujtua dosja ime ku kisha lënë kotësitë e mia të hershme. Dosja e parë ishte vjersha ime e parë, në klasën e 4 fillore, për të imituar një poet, Lavdim Lavdoshaj. Lavdim Lavdoshaj ishte miku i babait. Një ditë unë i tregova vjershën time dhe ai ma mburri atë. Në dosjen e parë ruhen dhe një tufë poezish me dialekt shkodran. Dosja e dytë lidhet me Sonin, vajza më e bukur e kursit. U dashurova, shkruajta poezi e në fund të ndam. Faika ishte një histori më vete. Atë njoha ku kisha zënë morra. Ajo vrau botën time të morrave. Ne krijuam marrëdhënie seksuale, derisa një ditë vendosi të martohej me një 55 vjeçar. Duhet të shkoja me njëherë tek stacioni televiziv Sirius. Kjo ndodhi fiks kur Lori ishte larguar nga apartamenti im, duke lënë mbi tryezën e dhomës së pritjes një shënim, je si shpirt. Duke zbritur shkallët, dal në rrugë dhe kujtohem që nuk e dija nga binte Sirius, mirë po nuk e njihja bosin e televizioneve. Mua më intereson vetëm të punësohesha qoftë dhe në një kiosk televizive. Këmbët për më çonin drejt një ngrehine me faqe xhami nga brenda jashtë. Ishte godina që kërkoja, aty gjendej zyra e bosit, por bosi nuk ndodhi i pranishëm. Më bëri të ditur një djalosh trup madh e muskuloz, por që më la në këmbë të prisja për një arsye që mirë kuptova. Dola të bëj një xhiro të kthehesha më vonë, u ndjeva si një copë lecke. Ja që duhet të prisja. Kisha gjithë jetën që e prisja, e ai nuk vinte, ishte një individ tepër lëndor me emrin Lavdim Lavdoshaj, ish krye redaktori së përjavshmes Tetori. Ai do të shlyonte me mua një anagari nga ndërhyrja e nënës, dhe unë gjendesha prej saj që mos t'ia prishur qefin. Ai erdhi kur unë i kisha humbur shpresat. Shefi më ftoi të zja vend dhe ula. Ai më foli për timat. E doja shumë, tha mbytur azi. Lavdim Lavdoshaj ka qenë njeriu më i pakuptueshëm që kam njohur. 3 vjet pas takimit ton të parë, u transferova në kryeqytet. Më kishin ndodhur ndryshime të rrufeshme, ndërsa Lavdim Lavdoshaj nuk gjendej më në postën e kryeredaktorit e kishin caktuar drejtor tek studio filmi. Kur pritet të lincohej, ai ja punoi të gjithëve. Vdiq befas në rrethana të bujshme nga një infrakt. Transferimin dhe emërtimin tim e rregulloi para 2-3 muaj para se të vdiste. Në një mbrëmje studentësh, u ftova nga Sofika, që ishte kushërira ime, për të qenë kavaljeri i saj. Mbrëmja u mbajt në një sallë të fakultetit të matematikës dhe biokimisë. Sofi u kujdes për pamjen time, pasi shkuam, vetëm sy të gjelbër t'i mbaj mend. Ndjenja e inferiorit më përfshiu dhe ndjeva një lidhje me një vajzë pa njohur me sy të gjelbër, më vonë në dhomën time. Ndjeva nevojën për të shkruar poezi dhe ndjeva se duhet bëja diçka për të fituar vëmendjen e vajzës. Për të komunikuar me të, vendosa të shkruaj një përrallë dhe ndjeva ndarje nga realiteti. Unë dhe Delina kemi pasur takime. Gjatë këtyre takimeve bënim dashuri dhe ndaja vjershet e mia me të. Filluam një marrëdhënie të fshehtë, në të cilën ndajmë pasionin për letërsinë. Vite më vonë kemi pasur një aventurë të re, por ajo ishte dështuar. Ne pranuam këtë fakt me cinizëm. Edhe pse ishte martuar, por shkënjimi im nuk lidhej me këtë. Ne kuptuam se ajo ishte në një fazë jetës së saj, kur nuk ndihet më e dëshirueshme. Aventura jon nuk funksionoi dhe përfundoi se ishte një marrëzi. Një ditë unë dhe çdo gjej për takohemi në trenin drejt qytetit provincial pas botimit të tregimit tim. Emri i saj ishte Marga. Ajo më njeh si kushërinë e Sofisë. Udhëtojmë së bashku në një tren të mbushur me udhëtar.
Kam qenë i lumtur pas botimit të tregimit tim në revistë. Kam dëshirë t'i tregoj asaj që unë jam autori i tregimit. Marga ishte një kollaboruese librash. Ajo ishte e vuajtur për një vajzë e fortë dhe e vendosur. Lutem për të në qiellin lart dhe shpresoj që ta shoh përsëri. Por ajo kishte ikur dhe humbi midis turmës. Nuk ishe i sigurt se lutja ime do të dëgjohej, por provova gjithsesi. Në trenin e ardhshëm, zura vendin në vagonin e fundit pranë dritares, aty ku ishim takuar herën e kaluar. Marga më tha se edhe ajo kishte menduar të njëjtin gjë dhe do të ndodhte në vagonin e fundit të trenit. Por në fund, Marga u bë gruaja ime dhe ajo ishte dashuria ime e jetës. Prita plot 2 orë, por bosi nuk erdhi. Në vesh më kumbuan tingujt e një trompe. Ishte e largët. Ky tingull më përndishte gjithandej. Po shikoja rreth e rrotull, por nuk pash gjë. Trompa më kumbonte në vesh. Unë ika. Doja të largohesha për të shpërtuar tingujve, por kjo ishte e pamundur. Ky tingull më ndishte, ai ishte brenda meje. Eca, e u gjenda në shtëpi. Telefoni po më binte. E hapa. Dëgjova një zë zonjushe. Ishte Lori. Kur u takuam, ajo më foli për veten dhe Sergejin. Duhet të martohem me të, më tha, ose ta vras. Vetëm kështu mund të shpëtonte prej tij. Ajo kishte vendosur të martohej. Martesa do të zhvillohej në Shën Pjeterburg. Më kërkoi të shkoja me të, dhe kurse si, nuk mund t'ja prishja asaj. Unë nuk kisha asgjë gati, madje as pasaport. Nuk kisha udhëtuar kur jashtë shtetit. Gjithçka u bë gati për vetëm një javë. Dhe ne u nisëm. Kur arrita në Shën Pjeterburg, humori mu prish, e kjo nga fakti që ata po më shmangeshin gjithmonë. Në hotel u vendosa vetëm. Kur po ikte, ajo më vështroi disi çuditshëm. U gjenda vetëm dhe një frikë pa kuptim të më pushtoi, sikur s'do e shihja më kurrë. Tek dhoma më shoqëruan 2 vajza. Njëra më ngjau me dikë, një personazh të letërsisë ruse, por emri s'po më kujtohej. Më pas dola të ecja në qytet. Teksa ecja në ato rrugë, më kujtua filmi Ne të bardha nga libri i Dostojevskit. Ecja në rrugët e lagura nga shiu. Dhe më kujtua emri asaj, Netochka Nezvanova. Po, thash me vete, fytyra asaj vajze më ngjan me Netochka Nezvanovën. U largova në hotel. Nesër më duhej të shoqëroja Lorin në altar. Kur u futa në dhomë, ndeza televizorin. Aty kishte skena pornografike. Një dëshirë më erdhi dhe më kujtua Rajsa, vajza e recepcionit. E doja. Telefonova recepcionin me pretekstin që dritarja nuk mbyllej. Kisha pirë disa gota dhe atë e dëshiroja. Ajo ishte aq e bukur. E unë s'mund t'i rezistoja. Kalova natën me të dhe i propozova të takoheshim të nesërmen në qytet. Ajo pranoi. Të nesërmen, unë shkova në vend takim dhe e prita, por ajo nuk erdhi. Në vend të saj, erdhën 2 oficerë dhe më morën me vete. Ora e ceremonisë po afrohej. Ata më futën në një dhomë dhe nuk me lan as të flisja. Pas disa orësh, erdhën dhe më pyetën se ç'kërkoja në Rusi dhe ç'lidhje kisha me Lorin dhe Sergejin. Ushtanga, më kaploi një ndjenjë e çuditshme. Përderisa i përmendën ata, diçka kishte ndodhur. Kisha humbur dhe ceremoninë. Pas disa orësh më lam të lirë. Edhe unë u ktheva në hotel. Telefonova recepcionin dhe i thash të më sillnin një vajzë. Ajo që erdhi quhej Katja. Më kërkoi $50, po aq sa më kishte kërkuar edhe Rajsa. Pra, Rajsa ishte një prostitut? Nuk e besoja këtë. Rash mbi krevat dhe pata përshtypjen që ndodhesha në një anije me det të hapur, me dallg, krevati lëkundej. Pata një përshtyellim, e u sula drejt në banjë. Pash se nuk isha vetëm, dhoma që mbushur plot. 15 burra të veshur me kostuma të zi, rrinin në këmbë dhe midis tyre doktori në të. Ata kishin vendosur të ma bënin gjyqin ku do ndodhesha, dhe do e bënin këtë mision derisa të ngordhja,
Të mbetja një lëkur qeni. Ata më urrenin aq shumë. Poshtë lëkura e qenit, than, e u sulën drejt meje. Vrapoja të largohesha e ata më ndiqnin nga pas. U dëgjua një tringëllim. Hapa syt dhe ishte telefoni. Fjeta dhe bëra një gjumë vdekje kur bërrita në shtëpi. Kur u zgjodha ishte shumë vap. Mora vesh se Hadi kishte vdekur. Lori po ashtu ishte zhdukur e unë e kisha harruar. Teksa ecja, pash një gazet një portret që i ngjante asaj. Ishte pikërisht ajo. 2 shqiptarë në prangat e Interpolit rus. Lori dhe Sergej kishin rënë në burg për trafikim droge, që nga nata e fundit në Shën Pjeterburg nuk shija më ëndra. Enigmat e mia ishin zgjidhur. Hadi kishte vdekur dhe Lori ishte shumë larg. Ajo për mua kishte qenë një iluzion. Po rria në dritare dhe fryma po më zihej. Papritur telefoni rraf. E hapa dhe ishte një zë zonjushe. Jam Lori, më tha. U shtanga. E pyeta ku je? Më tha që ishte në apartamentin e saj dhe që donte të më takonte të shpjegonte gjithçka. Po më lutej të takoheshim si një perëndije, e unë po sillesha si i marr. Atë do shkoja ta takoja deri në fund të botës, por ajo s'ma kishte kërkuar. E lam do takoheshim të nesërmen në bar Manhattan, përballë vilës së Hadit.